Miq Prizmës, këto ditë pjesa më e rëndësishme në atë që konsiderohet institucion drejtësia dhe që është gjykata e lartë, sigurisht. Edhe këshillat dhe gjyqtarët e lartë u mblodhen për të diskutuar edhe nëpërmjet prokurorëve, po edhe nëpërmjet avokatëve dhe shumë elementë tjerë që përbëjnë pikërisht drejtësinë në Shqipëri, skandalin e jashtëzakonshëm të paraburgimeve dhe burgut të lehtë. Shumë duan të thonë këtë ditë që u bë e madhe masi janë të paraburgosur këta VIP-at, ilustrit. Në vërtet kjo punë ka filluar para 3 vjetësh, 4 vjetësh, po kësaj radhe është bërë e rëndësishme sepse ka ndërhyrë dhe institucionet ndërkombëtare, nuk është se ka ndërhyrë media kaq shumë. Mund të ketë folur dikush, por në përgjithësi këtu ka mbizotruar histeria e futjes në burg njerëzve, burg ti, burg aty, burg ti, burg ti, po jo burg të dënuar. Këtu nuk është fjala për burgjet që duhet të dashurojmë kaq shumë ne, për njerëzit e dënuar. Këtu është fjala për paraburgimin. Numri paraburgosur është skandaloz, është më i madh në Evropë. Sigurisht jemi në një rrafsh me Rusinë. Dhe këtu barazohemi për sa i përket drejtësisë pikërisht me një shtet i cili është gjysmë diktaturë. Të paraburgosurit janë pikërisht ato momente që presupozojnë një paraburgim i gjatë, që i ngjan edhe në Tribunali të Hagës, i cili është kriminal për hesabin tim, i ngjajnë diktaturat, të mbajnë në burg sa të duan ato. Dhe këtu nuk është fjala për Ilir Metën, as për, si të them tash, Erion Velin e shumë tjerë, nuk është këtu fjala. Janë mira që janë në këtë lloj sistemi. Burg edhe futesh me tash. Ata e kanë marrë tash ta bashkëbisedojnë, ta studiojnë ligjërisht dhe njëkohësisht i bindin apo mos i bindin rregullave që ka Evropa. Ka vite, edhe këtë nuk e kanë bërë këta ilustrat. Këta ilustrat mas e kanë bërë zhurmën më të madhe, se sigurisht duke ardhur avokat, duke ardhur zyra avokatore nga bota e qytetëruar, çfarë duke bëjë, duke shkatruar sistemin e drejtësisë me paraburgimin. Duke bërë paraburgimin njësoj si gati dënim si në kohën e linçim edhe dënim si në kohën e diktaturës. Dhe pikërisht kjo është ajo që prish në mënyrë si më thënë, transversale, por edhe vertikale dhe horizontale, pikërisht atë që konsiderohet e drejta pa mohueshme e prezumimit të fajësisë. Atë fjalë që ne me sa duket nuk e kuptojmë mirë dhe që është që duhet patjetër të paramendosh, po dhe të sigurohesh me anë të fakteve për pafajësinë. Edhe barrën e provës. Tash kur bën akuzën edhe nuk nxjerr element të vërtet, gati nuk bën as akuzën. Shpesh janë mira, nuk egzagerojmë kur them mira, që janë burgosur pa akuzë, vërtet. Në këtë pikë, këtu tash mbushen burgjet. Plotësohet dëshira gati jakobine, një shoqërie e cila e lodhur nga mos veprimi i drejtësisë, tash i zbën asgjë tjetër dhe thot burg. Po burg erdhën në kohën me këto thirrje. Burg për sabotatorët, burg për kriminalët, burg për tradhtarët, erdhi edhe diktatura. Në 45-ën çka kanë thënë? Burg për sabotatorët, burg për tradhtarët, burg për këto, burg për fashistët, burg për nazistët, burg për këtë, burg për atë, e kthyen Shqipërinë burg. Sepse as kishte avokati, as kishte mbrojtje, të gjithë paraburgosur, të gjithë burgosur dhe fut krejt, të gjithë dënuar. Në këtë pikë ne nuk mund t'i ngjajmë, dhe direktivat janë të qarta dhe këtë nuk e bëri kjo zhurmë e këtyre VIP-ave, po e bëri veprimi i Strasburgut, veprimi i komisioneve të drejtësisë atje, në zyrat e Brukselit, po edhe të vendeve të posaçme, duke na thënë e keni egzageruar të punën kur ka shumë më tepër të paraburgosur se sa të burgosur. Pra jo të dënuar, por të parashikuar se mund dënohen. Kjo është turp. Është po sigur gjysma e tyre më tepër të dalin të pafajshëm. Çfarë bëhet me këtë? Çfarë bëhet? Jo thotë se do më shpërblehen. E para punës herë nuk është gjë e mirë. E dyta është katastrofë që një i pafajshëm të qëndrojnë me vite në burg. Si thuhet, është më mirë 100 kriminal jashtë se sa një i pafajshëm në burg. Absolutisht. Kështu funksionon. Nuk është çështje e Montesquieu, edhe nuk është çështje e Voltairit, ose nuk është çështje
e më vonshme, e imitacionit që i bëjmë ne në mënyrë tragjike të vitit 1793, të revolucionit. Borgjes franceze kemi quajtur ne dikur, ku jakobinizmi këtë punë bënte. Në gjotin, burg, nuk funksionon kështu. Demokracia nuk ka këto rregulla. Në burg shkon vetëm i fajshmi, që është dënuar në mënyrë të prerë dhe të apeluar. Ai është në burg. Para burgimi është diçka tjetër, po në burg është i dënuari. I dënuari me vendim të formës prerë. Dhe kjo duhet sqaruar një herë për gjithmonë. Këtu nuk ka rëndësi si e ka emrin. E ka Ilir Meta apo e ka Meta Ilir, edhe që një që ka vjedhur drita apo një që ka vjedhur miliarda. Nuk ka rëndësi fare, hajna janë të dy. Janë shumë të vegjëlis, janë shumë të vegjëlis për gjëra të vogla fare që mbahen para burgimit. Dhe kjo është jashtëzakonisht punë e keqe. Jashtëzakonisht punë e keqe. Tjetra që desha diskutoj është ajo prononcimi i Mark Rutës për punën e Ukrainës. Masi takimin shumë të vështirë me Donald Trump, ai tha edhe diçka tjetër, që për Ukrainën janë 4 shtete në NATO që nuk janë dakord. Dhe midis tyre janë 2 të mëdha, që janë Amerika me Gjermaninë. Po është edhe Hungaria me Slovakinë. Pra, nuk kanë si të bien dakord që Ukraina të futet në NATO. Megjithëse sipas me presidenti i tyre Ukraina ka thithur miliarda, është vendi më i korruptuar i botës sot. Ka marrë miliarda nga Evropa. I kanë ngrënë, ju bofshin mirë, marrin edhe miliarda të tjera bëjnë pushime. Dhe sigurisht lufta ju është bërë tenxhere dhe ka pak floriri. Të shiu dash ka futë edhe para vendeve të tjera në NATO. Dhe fjala imagjino çfarë do të thoshin Kosovës në këtë gjë. Jo, se nuk e njohin as në Bashkimin Evropian si shtet. Imagjinoti se hajde të shin NATO. Në këtë pikë, çfarë t'ju them, edhe NATO është për ta parë me shumë çudi në këtë pikë. Edhe kjo nuk është për ta parë vetëm se kështu thot Trump, po është për ta parë se kështu është NATO. Në këtë pikë është jashtëzakonisht e vështirë të bësh ndarje të tilla si politike, si gjeostrategjike, po ashtu edhe filozofike. Shumë e vështirë edhe filozofikisht të ndash. Si mund ta futësh një vend të tillë i cili është i shtër korruptuar në NATO. Edhe që nuk është një vend i vogël. Jo vetëm i shtër korruptuar, por i shtër i pa marrur vesh. Dakord, miqtë e mi. Ja, këtë desha të them edhe së fundi.